A preferohet se po themi të eleganca ushtrimeve, të bukuria dhe më pas direkt mendja na shkon veç te gjinia femrore. A rekomandohet pilates edhe për gjinin maskullore? Po preferohet, po fatkeqësisht shumë pak djemtë ka se miren me pilates. Jo vetëm në Kosovë, apo është si fenomen në botën? Jo, është si fenomen në botë. Jemi te ushtrimet edhe kisha dashur më ndal te gratë shtatzana. Sa preferohet ose realisht a preferohet më pas pilates te gratë shtatzana? Po, preferohet me ushtru edhe gratë shtatzane, po zakonisht duhet me bë konsultime me doktorat vetë, edhe me marrë mendimin e tyne. Kur vinë në studio, duhet me tregu mendimin e doktorit. Normal, zoja se do me ushtru, nuk e ka problem, veç nëse se ka nëjë problem shëndetësor. Do me thonë, nëse nuk preferohet, e rekomandohet për doktorit me kanë palevizshme, do me thonë me pushu, për ndryshe pa pik problemit edhe njëmojnë ushtrimet e pilates në shumë aspekte. Po pas procesit të lindjes, kur preferohet me u kthy në pilates gratë shtatzana? Edhe ajo është individuale, është bazë konsultimit me doktorit, preferimit të doktorit, këtë varet a kanë lind gratë normale apo me operacion, edhe çfarë gjendje shëndetësore është momentale zoja se e ka lind. Këtë është individuale. Tham që pilates po ndikon edhe në menaxhimin e stresit, edhe logjikisht më pas mendja na shkon që është edhe një farë rehabilitimi më pas edhe për gjumin. A ndikon cilësinë e gjumit pilates? Po, ndikon shumë. Edhe me kalimin e kohës gjumi bëhet më i mirë, po qa është poenta të ushtrimit fizike si në pilates, si në stërvitje tjera, si gjumi duhet me konë 7 din tetor. Do me thonë, duhet me pas gjumin e mirë për me vazhdu pilates edhe aktiviteteve fizike. Gjumi është një sen se muj me thonë ushqen trupin, edhe jep forcën për me vazhdu një ditë pa stres edhe një ditë sukseshme.